Të dielën e 30 nëntorit do të mbyllet afati i përcaktuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për lidhjen e koalicioneve mes partive politike për zgjedhjet e parakohshme. Por ndonse kanë mbetur edhe 3 ditë afat, asnjë nga subjektet e mëdha politike nuk ka bërë ndonjë marrëveshje. Hekuran Murati nga Lëvizja Vetëvendosje tha se do të vazhdojë bashkëpunimi me listën Guxo dhe Alternativën. Normalisht se si Lëvizje Vetëvendosje ka diskutime, ka pasur, ne kemi pas partnerët të drejtanishëm pra Partinë Guxo dhe Partinë Alternativa që si rezultat i bashkëpunimit shumë të mirë që kemi pas, besoj që ka gatishmëri që të vazhdohet tutje, ndërka sa i përket bashkëpunimeve të reja, po besoj mbetet të shihet dhe i takon edhe subjektit që të deklarohet për këto çështje. Të gatshëm për koalicione u shprehën edhe në Partinë Demokratike, subjekti i cili synon krijimin e një bloku të gjerë që do të mundsonte formimin e qeverisë së ardhshme me Bedri Hamzën kryeministër. Por në PDK thanë se lista e kandidatëve do të bëhet nën emrin e partisë. Kjo nuk do të thotë se kemi vija të kuqe me këdo. Përkundrazi jemi të hapur për bashkëpunim me subjektet e tjera politike për ta krijuar një front më të gjerë dhe më efikas, me qëllimin që ta themelojmë qeverinë e re dhe ta kemi zotri Bedri Hamza kryeministër të Kosovës. Në ditët në vijim pritet të kemi edhe aderime të reja të profesionistëve, intelektualëve, veprimtarëve të segmenteve të ndryshme shoqërore. Edhe në lidhjen demokratike e rikonfirmuan se pavarësisht se kush do bashkëpunim me ta, duhet të pajtohet që të garojë nën siglën e LDK-s. Kjo parti ka zhvilluar bisedime për bashkëpunim me nismën socialdemokrate, por asnjëra e as tjetra nuk u janë përgjigjur pyetjeve të kohës nëse është afër marrëveshja. Deri tash AK-ja është zotuar se do t'i hyjë garës e vetme pa koalicione me parti tjera. Njohësi i çështjeve politike Artan Muhaxhiri thot se diskursi i ashpër mes subjekteve politike e ka vështirësuar edhe bashkëpunimin. Ai thot se rezultati zgjedhor i Lëvizjes Vetëvendosje do t'i diktojë edhe koalicionet paszgjedhore. Qytetarët, besoj se ose duhet me jap 30% ose duhet me jap 50%, sepse nëse japin 30%, atëherë do të ndryshoj i gjithë konteksti, nuk do të ketë më as fytyrë që ta kërkoj pushtetin e plot, pra gjithsesi do duhet bëj kompromise, nëse i fiton 50% qeverisi vetëm, dhe mirë po çdo gjë në mes të këtyre përqindjeve do të jetë vetëm vazhdimësi e bllokadës. Të dielën më së largu në orën 16, partitë politike duhet i deklarojnë koalicionet parazgjedhore.